Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Hero. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit dhjetor për shenjën e binjakëve. Binjak, java e parë e dhjetorit do të sjellë një realizim të madh për ju, do të sjellë një sukses, do të sjellë një cikël të plotësuar, diçka që ju e keni dashur, e keni pasur si ëndër, si pikë synim, si një dëshirë shumë të madhe gjatë vitit 2025, realizohet në javën e parë të dhjetorit. Pse e them këtë? Sepse kemi me datë 4 dhjetor hënën e plot në binjak. Hëna e plot më tregon që energjia ka arritur maksimumin, pra universi, Zoti, ty po të ofron atë dëshirë, po të jep atë manifestim, diçka që ti je lutur, e ke dashur me zemër, ke menduar shumë gjatë 2025-s, po ta jep si dhuratë dhe po ta plotëson këtë dëshirë. Është faza ku gjithçka realizohet, manifestohet. Dhe sigurisht do ta ndjeni 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas, por kulmi është me datë 4 kur hëna është e plot në maksimum, drita e hënës është më e fuqishme në atë kohë. Do t'ju thoja binjak, ktheuni pas në kohë dhe mendoni për datën 27 maj ose fundi i majit. Çfarë keni nisur në atë periudhë? Sepse në atë kohë ne kemi pasur një hënë të re. Dhe hëna e re shënon gjithmonë fillimin e një cikli, pra ajo çfarë ju keni nisur me datë 27 maj, do të arrijë një sukses, një plotësim, një realizim të një cikli me datë 4 dhjetor. Për shembull, dikush mund të ketë filluar një lidhje të re dashurie në fund të majit, tani në dhjetor ju mund të merrni një propozim për fejes apo mund të bisedoni që raportin ta kaloni të jetë më gjërat të bëhen më serioze, të prezantoheni me familje, të bashkëjetoni, mundet edhe të mendoni për dasëm, dikush mund të ketë filluar një punë në maj dhe puna që keni nisur në maj tani në dhjetor mund t'ju ofroj mundësinë për një pozicion akoma më të mirë, apo për një rritje rroge, apo mund t'ju ofrojnë diçka që është edhe ju vetë mund ndjeni shumë më stabil, mund t'jetë një opsion tjetër që është më me avantazh për ju. Dikush mund të ketë bërë një aplikim në maj, keni hedhur letrat për të aplikuar për diçka që ka të bëjë me emigracionin, me shtetin, dhe i merrni përgjigje pozitive. Gjithmonë energjia e hënës së plot në binjak sjell diçka pozitive, sjell një sukses, ju thash një arritje të madhe, ju shikoj shumë të lumtur, shumë të kënaqur për këtë gjë. Java e dytë do të jetë një javë ku me shëndet do të ndjeni mirë, pak ndoshta në fillim të javës së dytë mund të keni disa binjak shqetësime nga ana shëndetësore, diçka e vogël, mund të jetë ndoshta diçka që e kaloni një viroz, diçka që e kaloni lehtë, një ditë, dy, do ta merrni veten shumë shpejt, energjinë shumë shpejt. Për ata binjak që kanë pasur shqetësime më të rënda nga ana shëndetësore, që keni një kohë më të gjatë ku jeni në kujdes edhe keni shqetësime dhe keni marrë trajtime të ndryshme, java e dytë e dhjetorit do të jetë një javë fantastike për pjesën e shëndetit, do ta merrni veten, do të ndjeni më të fuqishëm, do ndjeni më mirë. Kjo është një javë ku duhet që edhe ju t'i përshpejtoni pak gjërat. Pra, Zoti, universi, fati është në anën tuaj, ato lutje që ti ke bërë gjatë vitit, ato dëshira, ajo aftësia jote për të manifestuar, universi, Zoti po ta jep këtë dhuratë, po e bën realitet dëshirën tënde, po tani duhet edhe ti përshpejtosh pak më shumë gjëra, të tregosh nga ana jote vendosmërinë që ti ke, dëshirën e madhe që ti ke. Kjo është një javë ku është mirë mos i lini gjërat mbasdore, hajt po e shty edhe pak, hajt edhe në një kohë tjetër. Do të keni momente ku do të ndjeni të mbingarkuar, binjak, sidomos javën e tretë e shikoj pak ju shoh të ndjeshëm, ju shikoj pak me luhatje humori. Kjo edhe
për shkak të ndoshta përgatitjeve të fundvitit, përgjegjësive që keni, mund t'jeni pak të tensionuar. Do ta ndjejnë më shumë këtë binjakët që kanë ascendenten ose shenjën e hënës në shenjë uji, në gafore, në peshk ose në akrep. Kurse binjakët e tjerë që kanë shumë energji ajri ose kanë shenjën ascendente, shenjën e hënës në shenjë toke, në shenjë zjarri, ju shikoj që mund të keni diskutime, debate me një person që ka energji të fortë uji, pra dikush që është gafore, peshk ose akrep. Mundet që ky person të jetë i acaruar, të ketë një herë është mirë, një herë ka shpërthime të forta, shoh një sens i irritimit të madh, mund të jetë nëna juaj, mund të jetë vjera, pra mamaja e partnerit, ose e partneres tuaj, ku keni diskutime, ka kërkesa, ndjen një lloj mbi ngarkese, dhe këto diskutime i bën me ju, sepse shikojnë që ju i merrni gjërat shumë ngadalë. Ky person mund të thotë, hajde duhet bëjmë këtë, duhet bëjmë këtë, duhet bëjmë këto përgatitje, ndërkohë ju si binjak që jeni, e filloni diçka, mund ta lini për gjysmë, filloni diçka tjetër, e merrni më me sportivitet, hajde se kemi kohë, hajde se gjërat do bëhen, hajde mos ta stresojmë veten, ky person nga ana tjetër është i acaruar, pra do të krijohet një situatë e tillë, nuk është diçka serioze, shikoj më tepër si biseda normale, rutinë në familje ku mund të ketë momente irritimi, po asgjë që do kaloj në probleme të mëdha. Vetëm ju shikoj pak të tensionuar ato binjak që duan të zgjerojnë familjen ose ato binjak që janë në pritje dhe kanë dëshirën të mbeten shtatzan, të kenë një fëmijë, mund të shikoni që tentativat nuk po japin rezultat dhe kjo mund t'ju krijojë pak ngarkesë emocionale, problemet e infertilitetit në javën e tretë, ku do t'ishte mirë që të shikonit opsione të tjera, sigurisht të bëni trajtimet e duhura, të flisni me një mjek specialist, të shikoni çfarë mundësish, çfarë opsionesh keni dhe nëse është diçka që mund të merrni ndihmë dhe mos të vazhdoni të prisni, në këtë mënyrë mos ta shtoni edhe më shumë këtë stres dhe të ngarkesë tek vetja. Nëse nuk jeni konsultuar me një mjek, kjo do t'jetë java ku me patjetër duhet të bëni kontrollet e nevojshme në mënyrë që ta dini situatën, ku qëndron problemi, si gjërat mund të ndryshojnë dhe ta realizoni këtë ëndër të madhe që ju keni. Java e fundit do t'jetë një javë ku nga ana financiare ju shikoj shumë mirë. Pra keni para, keni mjaftueshëm, gjërat ecin ashtu siç duhet në punë, keni siguri, jeni në një punë të rehatshme, jeni në një punë ku nuk keni frikë se mos ju heqin apo mos ndodh diçka, nuk ju shikoj të pasur binjak me para së tepërmi, por as nuk do të keni vështirësi apo mangësi, përkundrazi gjërat ecin në mënyrë graduale, rritje në mënyrë graduale dhe kjo është forma më e mirë sepse ndonjëherë kur personat çdo kush kur nuk di ta menaxhoj paran apo menjëherë një shumë e madhe vjen edhe nuk ke përgatitjen e nevojshme, është shumë e thjeshtë edhe për ta siç e fiton shpejt edhe për ta humbur shpejt. Ndërkohë kur parat janë neutrale, nga pak, rritja është nga pak graduale, ajo është forma më e mirë dhe krijon edhe qëndrueshmëri edhe stabilitet në familje, po ashtu për binjakët që kanë bizneset e tyre, po do t'jenë prap të kënaqur. Kemi një, si ajo shpreha popullore që themi, nuk rjedh, por pikon. Vazhdimisht keni punë, vazhdimisht jeni mirë, vazhdimisht gjërat janë okay, biznesi është stabil, është i qëndrueshëm. Kjo është një javë vërtet shumë pozitive për pjesën e financave, për sa i përket çështjeve të tjera në aspektin praktik, mundet që në çift, sidomos binjakët që janë në një raport në çift, që gjërat mes jush jeni në një marrëdhënie të qëndrueshme,
gjërat mund të ecin ndonjëherë ngadalë, me atë ritëm që ju do donit, që gjërat ishin më të përshpejtuara, sepse ndonjëherë ju keni pak atë nevojën, padurimin që t'i kaloni gjërat më shpejt, por jeni në një raport me një person që është i kujdesshëm, një person që është i përgjegjshëm, një person që merr përgjegjësi dhe që i mendon gjërat në afatgjatë, prandaj do që çdo hap të jetë i mirëmenduar, të jetë i sigurt. Tani le të kalojmë tek mesazhi nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, të shikojmë se çfarë na thot mesazhi për ju për muajin dhjetor të 2025-s. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Pra kur bëhet fjalë për çështjet e zemrës, nuk janë gjërat e ndara me thik. Është gabim apo është e drejtë kjo gjë? Çdo vendim që ti merr e zgjeron mënyrën se si ti e kupton jetën dhe se si ti e kupton dashurinë. Dhe kjo vlen për të gjithë binjakët që janë në një marrëdhënie dashurie. Pra ju mund ta mendoni, dikush mund thotë, ok, duhet martohemi, duhet kalojmë në bashkëjetesë. Partneri mund t'ju sigurojë që ka qëllime të mira, qëllime serioze ndaj jush, që ka dashuri, por thotë të stabilizohemi edhe pak me punë, apo të mbledhim edhe pak para, që të blejmë një shtëpi, ose që të kemi kursime, që kur ta marrim si hap, të jetë hapi planifikuar. Çdo vendim, çdo zgjedhje nuk do të thotë që ti ke të drejtë, pala tjetër ka gabim, po do të thotë që secili, mënyra se si secili person e shikon raportin, e shikon dashurinë, ndryshon mënyrën e pra bot kuptimi juaj për dashurinë dhe për jetën ndryshon në varësi të raportit që keni me palën tjetër, dhe idealja sigurisht është që ju ta vendosni veten në vendin e partnerit ose të partneres dhe anasjelltas. Në këtë formë ti e kupton tjetrin, tjetri të kupton ty dhe arrini të gjeni një bashkëpunim, një pikë që të jetë më e mira për të gjithë ju. Edhe për ata që janë, edhe për binjakët që janë single, nëse keni vendosur të prisni binjak, nëse keni vendosur të fokusoheni më shumë punës, karrierës, anës profesionale, jetës tuaj, jeni në pritje derisa të gjeni të gjitha ato karakteristikat tek një partner ose partnere që i plotëson dëshirat tuaja. Edhe kjo është okay, mos u ndjeni të shtyrë, mos u ndjeni të detyruar t'i bëni gjërat në hapat e të tjerëve, me që është një kohë e caktuar që duhet me patjetër të realizosh gjëra sepse është mosha apo sepse është trysnia, presioni i shoqërisë. Bëjni gjërat kur ju jeni gati dhe kur ju e ndjeni që është momenti më i përshtatshëm, momenti i duhur për ju. Okej, binjak, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin dhjetor. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Uroj t'i kaloni festat e fundvitit sa më bukur, sa më gëzueshëm, me familjen, me të gjithë personat që ju do zemra. Ju uroj shëndet, dashuri, lumturi dhe shumë begati për ju edhe për familjen tuaj. Dhe bashkë do dëgjohemi në parashikimet vjetore të 2026-s. Gjithë të mirat, mirupafshim.